nuk kanë lindur si sipërmarrje, nuk kanë lindur si biznes, nuk ka qenë ky qëllimi fillestar. Ka qenë dëshira për të bërë një punë të mirë, edhe për të shtuar vlerë. As pa njohur shifra 10 milion turistë etj. Që shikon rrugët e Tiranës të mbushura me të huaj, të cilët vinë për ta vizituar qytetin etj. Sfidën më të madhe ma tregove. Po momentin kur ke thënë, wow, nduket se kjo gjë funksionon ka. Pavarësisht miqësisë, shirës, për që afër, empatisë, duhet ketë shumë disiplinë puna, sepse përndryshe nuk funksionon asgjë. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radi Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh. Radi Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radi Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohen nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania sjell në dritë vizionare dhe sipërmarrësit që bën diferencën. Bëhu ti historia rradhës. Mirë se vini në podcastin e suksesit by Gjuli Radi. Sot kam Eneda Shekun, CEO dhe co-founder e Iceberg Exhibitions. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Të marr një sekond kohë për me falendëruar sponsorat e podcastit, Ermal Mamaçi Training, Extra Real Estate nga Marildo Sterkaj edhe The Union Circle Christian Cuku. Faleminderit. Eneda, un kam dëshirë me nisë nga fillimi. Si të erdhi ideja për me nisë këtë biznes? Tani, në qoftë se do të kthehem në karrierën time, mund të them që unë kam qenë një punëmarrëse që në fillimet e karrierës në sistem korporate, kam filluar të punoj në bank, më pas në telekomunikacion, pra 10 vitet e para të karrierës kanë qenë tërësisht sistem korporativ me ato rregullat shumë rigid, shumë i fortë, dhe prezantimi post korporat me eventet edhe me përshfaqjen për aktivitete, ishte sa interesant, dinamik, përshtatej me karakterin tim, por edhe kishte edhe pak frikë brenda, sepse përgjithësia ishte goxha e madhe. Nuk di ta them kur ka qenë momenti kur jam bërë pjesë e marrjes përsipër të organizimit të eventeve dhe aq më tepër të panajireve, por di që ka ardhur një tranzicion nga ky sistemi korporativ tek eventet dhe kjo bota jon kaq dinamike. Ndërkohë kam krijuar bashkë me partnerët Iceberg Exhibitions post pandemisë, pas eksperiencave që kam patur me organizime të ndryshme, ndjeva që kisha një lloj presioni nga të gjithë aktorët në lidhje me aktivitete që bënin bashkë njerëzit. Post pandemisë kishte një etje për të qenë bashkë, për të bërë takime networking. Nuk kishte më një mënyrë vetëm jetese, por ishte domosdoshmëri për të qenë në komunitet, për të ndërvepruar. Dhe ka qenë ky momenti që më ka bërë ta mendoj, të ulemi dhe të themi është momenti për të krijuar një hapësirë, një platformë komunikimi e cila i flet një sektori të caktuar, një audiencë të caktuar, njerëzit e ndjejnë veten të përfshirë dhe ka një kontribut në biznes. Pra, zyrtarisht mund të themi post pandemisë, nuk u bëra pjesë e eventeve, kisha shumë kohë që jetoja me eventet, por vendosa të krijoj konceptin e panajireve sektoriale dhe të vijoj të investohem çdo ditë në këtë fushë. Për ato që se kuptojnë, ç'është tamam një panajir sektorial? Atëherë, në fakt në Shqipëri nuk ka patur një kulturë panajiresh. Ne shkojmë në vende si Berlini apo në qoftë edhe në Verona apo në vende të tjera fqinje, ku jemi në edicionet e 100, 150, 120 etj. Dhe ti e kupton se sa shumë e shkurtër është historia e panajireve për vendin tënd. Megjithatë mund të them që në vitet 90 kanë filluar të bëhen panajire në Shqipëri, por janë konceptuar më shumë si marketplaces, si tregje, si vende ku njerëzit shkojnë për të blerë diçka. Të paktën jemi rritur me këtë koncept, panajirët që bëheshin pallat kongreseve, e qoftë dhe prindrit na merrnin për dorë dhe të shkonim të plinim ndonjë gjë. Panajiri sektorial nënkupton të vendosësh në qendër të vëmendjes një sektor të caktuar që sigurisht ka një impakt në ekonominë e vendit dhe sektorët me cilën ne punojmë janë bujqësia, turizmi, teknologjia dhe energjia dhe ndërtimi, pra janë shtyllat e ekonomisë, aty ku mbështetet i gjithë
diskursi i vendit ton, dhe ne përpiqemi që përmes secilit sektor të krijojmë një komunitet që ndërvepron. Pra, në Panajër nuk ka vetëm një ekspozim me stand, ka një mënyrë për të transmetuar mesazhe, për të komunikuar, për të ndërvepruar dhe për të ndërgjegjësuar sigurisht dhe për të marrë iniciativa për të bërë ajo platforma ku komunikimi nxjerr fryte, të cilët kanë një impakt i cili është afatgjatë. Pra, Panajëret sektoriale jo vetëm që mbledhin një aktor të rëndësishëm të sektorit, dhe këtu flasim që nga aktori e vendimarrës, aktorë privat, pra kompani private, dhe të gjithë shtylla e cila e bën sektorin të flasë dhe të jap mesazhet e veta. Por nga ana tjetër i flet dhe një audiencë e cila është e interesuar pikërisht për sektorin. Nuk mund të themi që në një panajër, po themi energjie dhe ndërtimi, të mund të vijë një audiencë e cila nuk e ka një farë lidhje me sektorin. Pavarësisht se mund të jenë dhe ne i duam shumë publikun i cili është kurioz dhe do që të vijë të shikojë trendet e reja dhe shpresoj të shtohen nga viti në vit. Ky publik i cili bëhet kurioz, në fund të ditës kurioziteti prodhon vetëm zhvillim, por në këtë panajër vi kryesisht profesionistë të fushës, mund të jenë bizneset të tjera të cilët duan të bëjnë një investim në këtë sektor. Pra, ka shumë koncept B2B-e, pa lënë mënjan dhe gjithmonë publiku është i ftuar dhe në panajëret tona hyrja është e lirë që të kenë gjithë mundësinë të aksesojnë panajërin dhe vlerat e tij lehtësisht. Por panajëri sektorial në kupton krijimin e kësaj platforme ku ndërveprojnë aktorët e një sektori të caktuar. E kuptova. Nuk ka një ngatërim ku edhe audienca vjen për të parë një teknologji në panelet fotovoltaike dhe aty gjen një markë kafeje apo gjen nuk e di, diçka që s'ka lidhje me sektorin. Pra, përpiqemi të jemi shumë korrekt në mënyrën se si e përgatisim këtë komunikim me audiencën. Do vazhdoj te fjalat jote që the përgatitje. Unë jam kurioz me ditë nga ana teknike. Sa kohë përpara përgatiteni për një panajër? Se e di që ka një punë kolosale, me koordinime, me orare, me data, Unë do të them që në Iceberg Exhibition stafi jon in-house, pasi ne punojmë edhe me shumë partnerë të cilët janë specifikisht asenjuar për projektet caktuara. Stafi jon in-house punon gjithë vitin për 4 panajëre, pra nuk ka pushim në asnjë moment. Ne punojmë 21 ditë në muaj për 4 panajëre që bëhen në vit. Ka një angazhim tjerëzakonshëm sepse nëse flasim për përgatitje, pjesa teknike është e fundit. Ne kemi së pari përgatitjen e këtij komunitetit që tham, domethënë shitja e hapësirave është elementi kryesor. Partnerët të cilët mbështesin panajërin, marrëveshjet me to janë pjesa më e rëndësishme, pra jemi gjithkohës në këtë rrugëtimin për të bërë bashkë palët që të jenë në panajër. Pastaj pjesa teknike, unë mund të them që jam përpara 2 panajëreve të tetorit, që është Future to Tech në 2 dhe 3 tetor dhe Energy Construction and Green Economy në 29 dhe 30 tetor. Dhe në këtë moment që po flasim, zyra zjen, këtu flasim për teknik, këtu flasim për operacionalin e stendeve, për staging, për LED wallin, për fonin, për moderim, agent, janë të gjitha, është goxha impenjative. Edhe nga pikpamja teknike, panajëri është varianti më kompleks i një eventi. Sepse panajëri nuk është vetëm ekspozim dhe duhet ta them këtë, është një konglomerat aktivitetesh, një mori gjërash që ndodhin gjatë atyre 2-3 ditëve të panajërit. Pra, nuk është vetëm të ngrem një sallë me stenda dhe ne ikim se e mbaruam punën tonë. Aty fillon gjëja, fillon me stenda dhe përfundon me një agent shumë të ngjeshur, ku ka forume, aktivitete, panele diskutimi, aktivitete artistike, të cilat bëhen bashk për të sjellë gjithë ato, për të realizuar gjithë ato objektivat që unë përpoqja që ti thoja më parë. Ka një ngarkesë shumë të madhe,
dinamike, duket sikur ne nuk dim të jetojmë pa këtë ngarkesën e bukur që na ofrojnë këto ditët e fundit para panajireve. E shikojmë që është bërë pjesë e jetës tonë, edhe ka dhe kjo atë lezetin e vet. Dakord, ka lezetin e vet, edhe është bukur, si më thënë, është diçka që e bani me pasion, me sa kuptoj. Po besoj që ka edhe stres, edhe presion. Si e menaxhon gjithë këtë presionin, duke pas gjithë këto aktor, si më thënë, që bajnë pjesë të ky aktivitet? Në fakt po, kjo pjesa që unë sa po thash tregon anën më të bukur të gjës, ose për mënyrën se si ne e perceptojmë, sepse kush punon me panajiret duhet ta dojë këtë dinamikën e punës, nuk është një punë 9-5 edhe pastaj, jo, të paktën një muaj para panajirit ne jetojmë me gjithë ndryshimet që ndodhin, agjendën, me problematikat e tjera. A ka stres? Plot. Është e pashmangshme. Janë minimalisht 100 ekspozues, të cilët secili ka kërkesat e veta, kërkon vëmendjen, kërkon atë dritën të hidhet mbi të, kërkon patjetër të mësojë më shumë, të edukohet në lidhje me panajirin. Është një proces i cili ndodh në përditshmëri, pra ne përpiqemi shumë edhe të edukojmë për mënyrën se si duhet të qasesh një panajir, si duhet përgatitesh për të. Si e menaxhoj unë edhe stafi pa diskutim. Së pari përpiqemi shumë që të jemi të disiplinuar. Kjo punë pa disiplinë nuk bën. Përveç se kemi ngritur një support nga pikpamja teknike dhe përpiqemi që të punojmë nëpërmjet softwareve që ndërlidhemi me njëri tjetrin, sa aty në zyrën tonë është nëse di diçka dikush në lidhje me një stand duhet ta dinë gjithë tjerët, se për ndryshe mbaron, nuk do të çaloj diku. Nga ana tjetër përpiqemi të jemi të disiplinuar dhe të punojmë çdo ditë dhe me të njëjtin intensitet. Dhe patjetër të jemi të duruar, sepse siç thash, kërkesat individët janë të ndryshëm, kërkesat, nevojat e secilit janë të ndryshme dhe në një farë mënyrë vihemi dhe në pozitat e atyre të cilët duan të japin më të mirën përgjatë atyre 2-3 ditëve. Disa e bëjnë, disa nuk e bëjnë dot, disa duan ta bëjnë. Pra janë shumë faktorë që e krijon këtë nivelin e sfidës shumë të lartë, por me shumë durim, me shumë disiplinë, dhe duhet ta theksoj këtë çështjen e disiplinës, sepse kjo nuk është një punë që bëhet për 1 muaj, për 2 muaj. Kjo është një punë që bëhet ongoing, ti mëson, kupton se ku çalon gjëja, pastaj duke krijuar raste precedente përpiqesh të mitigosh rrezikët. Ne punojmë me plane kontingjence pafundme. Asnjëherë nuk kemi një plan A, kemi një B, një C. Kështu që është kjo, le të themi, vetëm mënyrë për të menaxhuar stresin, sfidat që ofron përgatitja e një panajiri. Super. Nëse unë jam një kompani që kam interes të marr një hapësirë, përveç punës kolosale që ju bani, si duhet përgatitem unë si biznes tek panajiri? Për shembull, po them që nga broshurat, po them gjaja minimale deri tek gjana tjera. Pra që mos ta shikojon gjithë, mos t'i kem pritshmëritën vetëm nga ju, po si të përgatitem unë që të marr më të mirën. Panajiri është një mjet dhe kanal komunikimi. Është kanal dhe patjetër këtu ka dhe shumë mjete komunikimi brenda. Me çdo kanal komunikimi, kushdo që vendos të komunikojë, të promovojë, duhet të ketë një strategji dhe rrjedhimisht duhet të ketë një objektiv. Ne asnjë ekspozues i cili ka interes të vinë në panajir nuk e devijojmë pa i marrë një përgjigje pyetjes, cili është objektivi juaj. Në qoftë se objektivi është të realizojmë shitje në panajir, dhe kur them plas shitje produkte, shërbime që nuk shiten aty për aty, që i hapin rrugën një bashkëpunimi në të ardhmen, atëherë strategjia ndryshon dhe këtu ulemi dhe shikojmë cilat mund të jenë mënyrat më të mira për të realizuar këtë. Bëjmë shumë propozime që në ditët e panajirit të ketë një agjendë të ngjeshur edhe vetë territori brenda stendës. Pra, ekspozuesi vetë duhet të ftoj klientët potencial, duhet të ftoj klientët e tij, duhet të bëjë një komunikim të vazhdueshëm, qoftë në median digjitale, qoftë në kanale të tjera. Duhet të përgatisi një stand e cila prezanton më së miri brandin e tij, vlerat e brandit apo çfarë dëshiron të komunikojë. Pra, janë disa, le të themi,
pyetje e përgjigje që ne përpiqemi t'i bëjmë para se të vendosim që një biznes apo një kompani apo një institucion të jetë pjesë e panajirit, për të kuptuar së pari a jemi në të njëjtën linjë dhe a flasim të njëjtën gjuhë për këtë panajir, edhe për të mos shtuar pritshmëritë më tepër se ç'duhet, por edhe për të qenë në baza shumë realiste që secili nga ekspozuesit kur tiki nga panajiri të bëjë një check a ka arritur të realizojë çfarë kishte në kokë, as mos të entuziazmohet më tepër se ç'duhet, por as mos të zhgënjehet, absolutisht nuk do ta donim këtë. Pra, janë një sër faktorësh, tani eksperjenca jon me panajiret çdo vit me nga edicion në edicion ka krijuar dhe një historik, ka krijuar dhe një grup ekspozueshit të cilët vinë nga edicioni i parë deri në edicionin e 4 dhe me siguri do t'i kemi dhe në vijim, të cilët tashmë e dinë se çfarë gjejnë dhe çdo vit e narrow, e ngushtojnë ato objektivin e gjerë i cili her pas herë është i pamatshëm, e ngushtojnë ose e copëzojnë për ta bërë më të prekshëm edhe për të prodhuar realisht vlerë për aktivitetet e tyre. Super. Besoj që keni mbledh data të dhëna me kalimin e viteve. A ka një prediction sa do të vogël, sa mund të jetë return on investment për një hapësirë që unë si blerës ose si rezervues si hapësirës mund të marr? Unë nuk do ta bëja kurse si gabimin të flisja me shifra, sepse vlera e pjesëmarrjes në një panajir është shumë dimensionale. Do me thënë, kam patur dhe raste që më kanë ardhur ekspozues me laps me letër, më ka thënë do hedh kaq në stand, në fund kaq etj. Impakti që lë panajiri mund të jetë edhe në afat mesëm edhe në afat gjatë. Pra një deal i cili shumë, ne kur flasim për të investuar në një park fotovoltaik, flasim me mira, mos më shumë miliona, kështu që kjo nuk mund të ndodhi as brenda muajit, as brenda vitit që ti të kalkulosh një return on investment. Madje her pas here ndodh që mund të harrohet ku ka lindur zanafilla e gjës për të shkuar më tej. Është e vështirë, ne mbledhim të dhëna, pa diskutim që përpiqemi ta bëjmë këtë në maksimum dhe do të t'jap edhe shembuj për këtë. Dhe shumë të dhëna të tjera na mbeten rrugëve. Shumë takime B2B të cilët finalizojnë marrëveshje shumë të mira nuk na bëhen të dukshme dhe nuk kalojnë për rrjetin ton. Megjithatë, jemi përpjekur të krijojmë aktivitete të matshme, siç është prandaj tash do të sjell shembuj, ne për të 4 vit kemi organizuar një B2B event në panajirin e turizmit. Këtë e bëjmë me një partner, një kompani angleze, të cilët rekrutojnë buyers, blerës, ndërkombëtar nga gjithë bota, kanë ardhur 18 shtete të botës në shkurt në Shqipëri. Rreth 50 blerës të cilët vinë për të mbyllur kontrata. Do të thënë ata vinë me një objektiv shumë të qartë. Do të thënë, është shumë e vështirë të identifikosh blerësin në këto sektorët e tjerë. Në turizëm është pak më e thjeshtë, sepse ai vjen dhe interesohet për të bërë një rrjet hotelesh në Shqipëri, për të bërë një guide, të cilët ja shesin audiencës së tyre në vendet respektive. Ky është ai lloj aktiviteti që na prodhon të dhëna dhe çdo vit rritet impakti që ka ky aktivitet, qoftë për panajirin në vetvete, që e rrit dhe patjetër e bën më cilësor dhe me impakt më të lartë, por qoftë edhe për vetë ekspozuesit. Kështu që nuk do të flisja për një ROI tash me shifra, sepse do gaboja shumë, por unë do thoja që vlera e investimit që kthehet është shumë më e lartë se sa le të themi shifra dhe është edhe e shtrirë në kohë, është e shtrirë në kohë. Na ka ndodhur, ka pasur raste që jemi ulur në tavolinë dhe na kanë thënë, "Oh po, se shiko, atë që unë kam bërë panajër, nuk e di ata kam thënë." Dhe ne kemi ngelur kështu që, "Okay, po duhet ta dinim këtë sepse për ne është një histori suksesi pa diskutim." Super. Do kthehemi prap një hap mrapa. Cilat kanë qenë sfidat e para kur e nise këtë biznes? Sfidat. Unë do të them të paktën një ndër gjërat që më kujtohet me shumë edhe nostalgji, po edhe me shumë frikë dhe them që nëse do gjendesha përpara kësaj gjëje zota bëja më. Aq shumë po jo, kishte një ngarkesë emocionale shumë të fortë. Ka qenë fiks panajiri i parë pas pandemisë dhe ne vendosëm që Iceberg Exhibitions ta lançonim me një panajir i cili ishte panajiri i bujqësisë, dhe jo në Tiranë, jo në pallat kongreseve, por në Lushnjë. Okej. Do të thuash pse. E prisja pyetjen.
Sepse në eksperiencat e mia të mëparshme me të gjithë komunitetin që ne kishim ndërtuar, bujqësia flet një gjuhë të vetën dhe kërkon të ketë audiencën e vet. Për mua audienca është shumë e rëndësishme, prandaj them sektoriali, flasim audiencës, ata duhet ta dinë, të thirren, të ndjehen të përfshirë etj. Dhe fermeri, i cila është audienca e këtij panajiri, nuk e ka jetën kaq komode që të vlër tokën, të lër punët, e të niset për në Tiranë të marrë pjesë në panajir se shiko. Jo, nuk e shikojnë kështu. Dhe nga eksperienca që le të themi kanë qenë prag dështimit më parshme për shkak të kësaj mungese, ne vendosëm që ta çonim panajirin aty ku janë pjesa më e madhe e fermerëve të përqendruar. Dhe bëhet fjalë për një zonë kur kanë mbi 77.000 fermerë dhe mbi 80 fshatra të cilët janë në këtë zonën e Myzeqes, të cilët janë patjetër aktivisht të përfshirë në bujqësi. Nisi si një eksperiment që besom nëse do gjendesha prap para një ide të tillë të çmendur për ato kohë, unë do thoja jo, nuk do ta merrja këtë iniciativë sepse ka qenë një stres i jashtëzakonshëm së pari për të ngritur një sallë panajiri që s'ekzistonte. Ne kemi ngritur një sallë panajiri para Bashkisë Lushnjë dhe kemi krijuar një event në një qytet kur e kishim shumë të vështirë, do përfshiheshin këta që ishin rënë, po do përjashtoi Tirana, ishin shumë pikpyetje të mëdha. Çfarë ka ndodhur me këtë panajirin është që ne jemi në vitin e 5 dhe panajiri çdo vit është bërë në Lushnjë. Dhe mendojmë që ka qenë formula më e duhur për ta bërë këtë një panajir që ka bërë zë. Agriculture Days është një panajir i cili në vitin e dytë mblodhi ekspozues nga rajoni edhe nga Evropa. Do të kemi patur ekspozues deri nga Izraeli në panajir, të cilët e kanë me shumë vlerë këtë vendodhje, këtë location strategjik që kishim gjetur për panajirin. Dhe në fakt, pavarësisht se gjithçka ndodh në Tiranë dhe kjo ka ato të mirat e të këqijat e veta, në vendet cilat kanë më shumë eksperiencë se ne në panajire, në organizimin e panajireve, jo çdo panajir ndodh në kryeqytet. Domethënë panajiri më i madh i bujqësisë në Greqi ndodh në Selanik dhe apo në Konya në Turqi. Kështu që është një formulë e cila patjetër ishte e huazuar, po mbarte një lloj risku për shkak të infrastrukturës. Dhe unë nuk di të t'i them, por me siguri të gjithë stafi dhe të gjithë partnerët e përfshirë në organizimin e vitit të parë të këtij edicionit të parë të panelit të bujqësisë, më ndjejnë kur i them që ka qenë ditë dhe net me 1000 halle për panajirin. Dhe nuk e dia e dini, Lushnja është një zonë ku fryn shumë erë dhe risku për të rrëzuar stendat ishte i çdo orëshëm dhe ne rinim me makthin çfarë do të ndodhte. Sot jemi në pikën që infrastruktura është përmirësuar, ne kemi kuptuar ku qëndron çdo vit pas viti e përmirësojmë, por mund ta identifikoj si një ndër ato gjërat të cilët edhe sot kur e përmend kam një kloshëfije tmerri që më përshkon trupin, sepse di ka qenë absolutisht një eksperiment shumë i rrezikshëm në atë kohë që e kemi bërë dhe që prodhoi rezultate shumë të mira për momentin që flasim. Super. Sfidën më të madhe ma tregove. Po momentin kur ke thënë, wow, m'duket se kjo gjë e funksionon ka. Vitin e parë dhe fiks me këtë panajirin e bujqësisë, me këtë i lidh gjitha se ka qenë i pari i kësaj iniciativës madhe, këtu i kam thënë, këtu nuk kam shijuar asgjë, dua ta them. Nuk kam ndier në asnjë moment që gjëja po bëhet mirë. E vetmja gjë që më vinte ishin komente shumë pozitive nga ekspozuesit, nga ata të cilët vinin na vizitonin dhe e kam kuptuar shumë vonë që kishin bërë një punë të mirë. Ndërsa këtë pjesën tjetër, të them drejtën, në të gjithë eventet që bëj e ndjej dhe e marr këtë feedback dhe nga komuniteti, e marr edhe nga vizitorët. Kemi arritur edhe po kënaqemi me punën tonë sepse shikojmë që kemi arritur shumë dhe kemi sjell vlerë në sektorët të cilët kemi punuar. Mendoj që një self appreciation të punës duhet ta bëj kushdo dhe jemi në këtë pikë. Super. Më the pak më parë që ke pa dhe modele tjera, dhe je modu ato që funksionojnë mirë replikuar në Shqipëri. Po personalisht si përmarrëse, a ke pas mentor?
Ose a ke mentor? Jo, nuk kam pasur, nuk kam, por kam shumë burime frymëzimi. Nuk e di se sa kam arritur të transmetoj në këtë bisedën tonë që këto projekte tona janë projekte pasioni, kanë lindur nga dëshira për të sjellë dhe për të investuar, nuk kanë lindur si sipërmarrje, nuk kanë lindur si biznes, nuk ka qenë ky qëllimi fillestar. Ka qenë dëshira për të bërë një punë të mirë edhe për të shtuar vlerë. Duke qenë një grup shumë pasionant njerëzish që punojmë për panajiret, besom frymëzohemi në çdo moment, frymëzohemi nga biznese të tjera të cilët arrin, frymëzohemi nga njëri tjetri, frymëzohemi nga histori që lindin qoftë për te panajireve. Nuk mund të identifikoj një mentor. Unë jam personalisht flas, jam shumë pasionante në gjërat që bëj dhe përpiqem të shijoj, të shoh aspektin më pozitiv të punës time dhe atyre që më rrethojnë dhe kjo është burim frymëzimi. Ky lloj mentorimi më ka rritur dhe jam e bindur kështu do të ndodhi deri në fund. Unë jam ajo nxënësja që nuk do resh kurrë së qenie e tillë dhe më pëlqen të mësoj, më pëlqen të edukohem me gjëra të reja, edhe të huazoj pse jo, në mënyrën më origjinale, sjellje dhe gjëra të cilat plotësojnë figurën time dhe mendoj që mund të më përshtaten. Super. Di që pjesë e grupit të kompanive është Iceberg Communications. Së e rëndësishëm është marketingu digital, sepse ma marr mendja që telefonatat s'po shojnë asnjëherë, pra one to one etj. Po shpërndarja e informacionit në masë. Sa e keni përdorur marketingun digital për me bë këtë gjën me ecë para, si më thënë me hapa më të mëdha? Ne kemi patur fatin që jemi pjesë e grupit Iceberg të kompanive dhe Iceberg Communication ka qenë patjetër është partneri kryesor në këtë iniciativë që kemi ndërmarrë. Ne punojmë shumë me marketingun digital, punojmë në mënyrë konsistente. Ne një gjë e dim me vërtetësi që në online duhet të jesh i qëndrueshëm. Dhe këtë përpiqemi ta bëjmë. Nuk dua të flas si një marketere, por në aspekt të promovimit të projekteve që ne bëjmë, marketingu digital është absolutisht një ndër shtyllat kryesore të komunikimit dhe mendoj që ka impakt shumë të mirë në momentin që bëhet mirë, reflekton vlerat e brandit, është shumë e rëndësishëm ky që të dim ku e pozicionojmë brandin ton dhe si duam ta komunikojmë veten, pra duam të përdorim një stil humoristik, një stil profesional shumë të ngrirë, mjaft që ti t'jesh i njëjtë për audiencën tënde, nga postimi i parë tek postimi i fundit, patjetër që mund të kesh një lloj përmirësimi, evolucioni, mund të kesh ndryshime apo ngjyra të herpashershme, por duhet të jesh konsistent, persistent dhe të jesh vazhdimisht aty prezent. Nuk pretendojmë dot që bëjmë një postim sot dhe panajiri ndodh, po flas gjithmonë brenda fushës time mbas 2 muajsh dhe të presim që ky postim i bër para 2 muajsh të na sjelli punë apo të na sjelli brand të mirë apo të sjelli një projekt i cili bëhet viral pas 2 muajsh. Pra duhet jemi vazhdimisht duke prodhuar kontent të mirë. Shoh shumë kompani të huaja që vinë në Shqipëri, si për evente, si për sjellin filialet e tyre etj. Si e shef të ardhmen e Shqipërisë? A mendon se mund bëhet një lloj hub ose një lloj qendret për panajire sektoriale? Në 5 deri në 10 vite të ardhshme, po themi. Unë do thoya që nuk ka asnjë arsye për të mos qenë madje qendra e rajonale e panajireve në Tiranë. Tirana është bërë një kryeqytet i cili vitet e fundit ka patur një boom. Edhe pa para asnjë lloj statistike, as pa njohur shifra 10 milion turistë etj. Ti shikon rrugët e Tiranës të mbushura me të huaj të cilët vinë për ta vizituar qytetin etj.
Por edhe në aspekt rajonal, në raport me vendet si Kosova, Maqedonia, Malizi etj, unë mund të them që duke ndërvepruar patjetër edhe me këto komunitete, të gjithë janë shumë edhe avantazhojnë pjesëmarrjen e evente në Tiranë. Kurdo ke në gjithë eventet tona kemi kompani nga Kosova që na bashkohen dhe ne jemi gjithmonë shumë të lumtur të kemi Panajër apo nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi. Kështu që e ka potencialin Shqipëria dhe specifikisht Tirana të ketë një qendër panajëresh. Unë do ta doja shumë të kishim një zhvillim të tillë, sepse Pallati i Kongreseve po bëhet gjithmonë më i vogël për panajëret tona. Jemi në pikën që jemi sold out një muaj përpara panajërit, ndërkohë që mund të vijonim të promovonim stendat, të jepnim mundësi kompanive që të ekspozojnë në panajër, dhe nuk e kemi këtë mundësi. Dhe tjetra është që duhet një infrastrukturë e cila t'i përshtatet pikërisht panajëreve, pra ashtu sikurse është në të gjithë botën. Kështu që unë jam besim plot që duke ardhur dhe duke ushtuar vlera e eventeve në vend, dhe po flasim për këto vite në cilat jemi, ka një numër shumë të lartë eventesh, patjetër ndodhi në këto pikun e vitit, tetor-nëntor është gjithmonë full, mars, prilli është gjithmonë full. Pra, duke qenë se është rritur numri eventeve, kryesisht eventeve të biznesit, është hapësira dhe duhet, dhe jam e bindur që do shikohet me këtë sy edhe nga investitorët, edhe nga vendimarrësit për të krijuar një qendër panajëresh e cila i ka të gjithë parametrat për të sjellë projekte të plota dhe një shërbim të plotë edhe nga ana jon. Nuk është e thjeshtë të punosh me një infrastrukturë e cila nuk ta ofron një gjë të tillë. E kuptoj. Cili është ai panajër më i preferuar, më i suksesshëm që keni organizuar në herë? Që me të vërtet krenohesh. Ma marr mendja se me gjithë krenohesh, po ndershmërisht nuk di ta them. Unë marr shumë kënaqësi dy panajëret e vjeshtës, që është Future to Tech dhe Energy Construction and Green Economy, janë dy panajër tërësisht të ndryshme. Njëri është shumë i gjallë, dinamik, siç është Future to Tech, ka shumë të rinj, ka shumë ngjyra, është më pak B2B, jo se nuk është, por është më pak dhe ka shumë dominancë të B2C-s, pra të rinjve të cilët vinë, mbushet, shikon ato shkallët e Pallatit të Kongreseve në radhë. Nga ana tjetër ke panajërin e Energy Construction and Green Economy me ato panelet shumë të jashtëzakonshme, me folës me shumë vlerë, panajëre cilët kanë një qasje B2B shumë të fortë, i shikon njerëzit të kollarisur, ka një moshë caktuar, ka një vlerë caktuar profesionale. Nuk di të ta them sinqerisht, po ka ngjyra, ka turizmi, ka një, të thash 18 shtete në një panajër në Tiranë, të huaj të cilët vinë, marrin pjesë në këto takimet B2B që ne organizojmë shumë strukturuar dhe më pas nisen për një fam trip në të gjithë Shqipërinë. Pra, është një panajër që zgjat edhe në kohë, edhe përtej ditëve të panajërit, dhe ai ofron një kënaqësi shumë të veçantë. Bujqësia nga ana tjetër tash është ai panajëri i cili ishte auguri i gjithë të tjerave dhe ishte ai eksperimenti i rrezikshëm që rezultoi me shumë sukses. Nuk do t'i ndaja. Megjithatë, meqense se jemi në këtë fazën që momentalisht flasim vetëm për teknologji, energji dhe ndërtim, do thoja që këto dy panajëret e vjeshtës kanë ngjyra shumë të bukura dhe unë realisht i besoj këto dy projekte në vlerën që shtojnë jo vetëm për sektorin, por për të gjithë aktorët e përfshirë. Kemi bërë disa pyetje, këto janë pak më shumë, si më thënë, personale, më thënë, si person, jo private, edhe thjesht mundesh me zgjell 2, edhe mund t'i përgjigjesh. 2. Po. Okay. Çfarë i sugjeron një femre në fillimet e karrierës ose biznesit? E para, një gjë që më vjen mirë dhe do t'ja sugjeroja, meqense është përdorur kjo folje, çdo kujt, jo vetëm një femre, është puna. Unë e ndjej veten shumë
me fat që jam rritur me një edukat pune e cila nuk më la kurrë në balt. Me një edukat pune e cila më edukoi disiplinën edhe dëshirën për të përmirësuar ditë pas dite. Vetbesim. Nuk e di ku dhe si e merr këtë, me siguri duhet i ketë rënjët shumë të hershme, por njeriu duhet me pas besim tek vetja dhe tek puna e tij. Edhe dëshira për të mos u vetë kënaqur asnjëherë, për të parë gjithmonë që mund të bëhet më mirë, por pa i futur presion vetes dhe stres të tepruar, sepse çdo gjë të kërkoj kohën e vet, çdo gjë ndodh në kohën e vet, nuk duhet nxitu, edhe për faktin se nuk shijon udhëtimin në momentin që nxiton. Unë besoj shumë tek udhëtimi, një udhëtim i bërë me integritet, një udhëtim i bërë me përkushtim dhe shumë pasion, nuk do lër askënd në balt dhe do t'jap frytet që pret kushdo prej të rinjve, patjetër femrat po dhe meshkujt. Dhe pyetja tjetër, nëse do të mund të kthehesh e pas në kohë, a do të ndryshoje diçka? Nëse po, çfarë? A të besohet që se kam menduar asnjëherë këtë? Nuk e kam menduar sepse ky është udhëtimi im i deritanishëm dhe kështu do të jetë. Nuk duhet të ketë modele kaq unë do të ndryshoja këtë sepse ky është udhëtimi im. Unë besoj në këtë gjë që kam krijuar unë, si njeriu unik që jam, si gjithë të tjerët. Përpiqem t'ja edukoj dhe djalit tim 11 vjeç këtë dhe t'i them ti duhet besosh tek vetja, tek gjërat që vijnë për ty janë për ty dhe duhet me dash më shumë udhëtimin edhe veten dhe pa i kriju kështu rimorse të panevojshme të një gjë që ka kaluar edhe me siguri o të ka rrit, o të ka dhënë mësim dhe ose ka vendos një gur që ka qenë pozitiv për kohën që ka ndodhur dhe ka lënë gjurmë. Kështu që në çdo kohë nuk ja kam bërë kur vetes këtë pyetje dhe përgjigjja për këtë pyetje që më bëni ju sot është që jo, nuk do ndryshoj asgjë, do ta lija jetën time kështu siç e kam patur deri tani. A ka patur ulje ngritje si jeta e kujtdo dhe me siguri janë këto ulje dhe ngritjet që ndodhin dhe kjo lloj dinamike që na bën ne çdo ditë këta që jemi. Super. Tani do të bëj edhe pyetjen tëme të preferume, të fundit, pastaj do ja lë rrollën Jones. Atëherë, je përballë pasqyrës, edhe shikon veten tënde para 20 viteve. Edhe ajo po të shikon ty. Çfarë mendon se do thoshte ajo ty? Duke të pas sot një grua të rrirë, të suksesshme, që drejton një skuadër shumë pasionante. Çfarë mendon se do thoshte? Po mbase do thoshte mos ndalo, qëndro kështu, bëje këtë gjë kështu siç ti di ta bësh më mirë. Nëse unë do shikoja sot atë veten time para 20 vitesh, do t'i thoja që kështu do bësh, s'ke ku shkon ndrysh. Super. Neda, ishte shumë kënaqësi me të një gjuhë, edhe me mësu prej teje. Faleminderit. Po ja lë rrollën Jonës për një grup të vogël pyetjesh. Enita, tani do flasim si gruaja me gruan. Çfarë të ka frymëzuar deri tani dhe motivuar për të qenë kjo lidere që jeni sot? Kur flasim për lider, gjëja e parë që të vjen në mend është vizioni, dëshira për të shkuar larg, për ta parë gjën shumë larg. Ndërsa në rastin tim, nuk do të thoja që është kjo, pa diskutim që e kam vështrimin larg, por është dëshira për të shtuar vlerë edhe për të sjell ngjyra të reja në gjithë gjërat që bëj. Unë si lidere, si drejtuese, përpiqem të jem aty dhe të frymoj në çdo projekt që bëj, në çdo projekt që kam bashkë me pjesën e tjetër të grupit punës, të cilët jam për ta e pandashme dhe ata për mua sigurisht.
Unë besoj shumë tek frymëzimi dhe tek leading by example, pra që të drejtosh duke dhënë shembullin tënd dhe këtë janë përpjekur të bëj. Një këshill që ju e klasifikoni si shumë të rëndësishme për t'ua dhënë grave dhe vajzave sot. E thash dhe pak më përpara, për mua është shumë e rëndësishme të punosh me veten, të punosh fort edhe të përpiqesh të gjesh ku përket më mirë. Jo të gjithë jemi të dizenjuar për të bërë një punë e cila është klishe dhe shumë e mirë e zgjedhur. Njeriu gjatë rrugtimit vet duhet gjej ku përket, në cilin kuti do ta fusi veten edhe aty do të prodhoj më të mirën e vlerave të veta, e do t'i përcjell dhe do të ketë realisht një ndikim në hapësirën ku ai vepron. Kështu që këshilla ime është vetëm duke punu fort edhe duke u përpjekur për të qenë në çdo iniciativë i plot 100% aty, besoj se çdo kush do arrit kuptoj ku vërtet përket dhe ku mund t'japi më të mirën. Neve sot shohim Eneidën që sigurisht është e kompletuar në figurën e saj, të paktën në syrin e ne të tjerëve që të shohim. Por në fakt në jetë ka dhe sfida, në profesion ka edhe vështirësi. Nëse ke të mundur të klasifikosh një moment të vështirë, edhe si a ke dalë? Momente të vështira, sidomos në punën tonë, ka pafundësisht. Dhe këto fillojnë qoftë nga rënjet emocionale që ke për shkak të stresit, të orëve të pafundme, pa gjumë, përgjegjësisë shumë të madhe, faktit që duhet të zhvonglosh komunikime me turma njerëzish, të cilët presin prej teje, duan vëmendjen tënde, dhe kur them timen, jo vetëm timen personale sigurisht. Këto janë sfida të cilat patjetër kanë një ndikim dhe mund nxjerrin dhe këto anët më vulnerabël të gjithë secilit. Personalisht nuk do veçoja një situatë apo një tjetër, pafund janë këto, në kokën time vinë pafund. Janë bërë pjesë. Por janë bërë pjesë, eksakt, janë bërë pjesë e mënyrës se si ne jetojmë, sepse kështu është ky lloj aktiviteti që kemi zgjedhur të bëjmë, është të jetë me këto lloj ngjyrash. Si ndikon fryma e një lidere në kulturën e një kompanie, e një gruaje në kulturën e një kompanie? A do ishte ndryshe nëse do ishte një mashkull? Se di, unë mendoj që gratë janë më perfeksioniste, më detajiste dhe ndoshta dhe empatike, kanë atë inteligjencën emocionale pak më të mpret për të kuptuar energjinë që ka në zyrë. Unë e ndjej mbase jo në përditshmëri të je kaq aware, po her pas here në zyrë përpiqem që të testoj energjinë e grupit edhe të kuptoj se ku mund ta shpije. Nuk i shikoj meshkujt kaq të vëmendshëm në këto detaje, ne na vin pak natyrshëm, mendoj unë. Personalisht e shikoj këtu vlerën e time si drejtuese, që përpiqem të jetoj me energjinë e zyrës edhe ta orientoj energjinë e zyrës për të prodhuar më shumë, për të qenë më produktiv edhe për të bërë gjëra më të mira, më të bukura. Është e vështirë të mbash lart energjinë e grupit? Është e vështirë, sepse reflektohet energjia jote tek energjia e grupit, edhe kush është ai njerëzor dhe human që merr frymë, që nuk ka ditë ku bie kjo energji. Kështu që është e vështirë pikërisht për këtë, pra që ne reflektojmë energjinë në cilën jemi, në atë gjatësi vale në cilën jemi, e reflektojmë edhe tek të tjerë dhe tek grupi punës. Megjithatë, me thënë drejtën, në moment që shkel në zyrë dhe fillojmë këto aktivitetet tona, më harrohen edhe ato shqetësimet, problemet, ne na merr ajo rutina dhe fillojmë ta shijojmë dhe kjo e bën më të thjeshtë pastaj që të balancohen gjërat. Pastaj nuk është se jap vetëm unë marr edhe nga energjia shumë e mirë e grupit që më shoqëron çdo ditë, kështu që janë ata her pas here që veprojnë si katalizator të këtyre
niveleve të energjisë në zyrë. Shikoj që flet shumë mirë për pjesën tjetër të grupit. A ke miq në punë? Gjithë. Unë mendoj që duhet ndarë pak gjërat. Që parë po thoja që e kam nisur rrugtimin tim në sistem korporat. Kam punuar në korporata me 500 veta staf, më shumë. Dhe patjetër që në këto lloj organizata, në këto lloj kompanish, ti duhet mbash atë nivelin profesionalizmit, duhet të krijosh ato barriera, është patjetër sepse janë shumë është një numër shumë i madh njerëzish dhe ka shumë funksione, ndërvarësi, hierarki etj. Ndryshon tërësisht gjithë gjëja nëse flasim për një kompani që organizon evente, që duhet jetë gjithkohës aktive, shumë dinamike, puna bëhet dorë më dorë, nuk ka hierarki, është e pamundur që ti të vendosësh këto për masa hierarkike dhe që të krijosh këto limite dhe shtylla që nuk të vlejnë për asgjë në fund të ditës. Kështu që prandaj them nuk do më ndalte që të bëja miq në zyrë. Unë në zyrë kam miq, kam njerëz që i dua dhe bashkëtoj kaq shumë me ta sa është e pamundur të mos të lejoj që të krijoj barriera të panevojshme që nuk shërbejnë as punës dhe as mirëqenies time dhe cilësisë jetës gjithë secilit. Tani një këshill nga përvoja që ke. Si ti mbajmë larg këta kolegët toksik? Mos t'i kemi fare. Ti heqim. Okej. Cilat janë vlerat kryesore që ti dëshiron të transmetosh në ekip, por edhe me partnerët? E thash ndoshta shumë herë dhe prap do ta përsëris, jam persistente në gjërat që them. Shumë disiplinë. Pavarësisht miqësisë, dëshirës për të qenë afër, empatisë, duhet të ketë shumë disiplinë puna, sepse përndryshe nuk funksionon asgjë. Disiplinë dhe pasion. Unë qoftë me partnerët, kolegët, cilët kemi krijuar gjithçka bashk, edhe me stafin, përpiqem të transmetoj këto vlera dhe nëse do kishte një që nuk do ta ndryshoja, do të ishin pikërisht këto, do shtoja patjetër me frymëzimin që m'japin dhe me gjithë evolucionin tim si njeri, do të shtoja, por këto të dyja nuk do t'i hiqja në asnjë moment nga të qunurit unë në shtëpi, në familje, në punë dhe kudo. Flesim pak për pjesën tënde në familje. Si mund të arrijë njeriu të balancojë një karrierë të shkëlqyer, jeta profesionale pra, por edhe një familjare shumë e mirë? Nuk e dia jam një familjare shumë e mirë, sepse kaloj shumë kohë në punë. Kam një djalë 11 vjeç, shumë kërkues. Këtë jetë. Faleminderit, shumë kërkues, të cilin jam përpjekur që ta bëj pjesë të punës time dhe të jetë aktivisht të di për projektet, për gjërat që ai të kuptoj rëndësinë e punës që unë bëj dhe faktin pse her pas here nuk duhet jem, her pas here jam në udhëtime apo jam në evente me orë të gjata e kështu me radhë. Është e vështirë të bësh një balancë dhe prap edhe këtu unë nuk besoj tek modelet, që t'jem e sinqert. Besoj tek ai rruga shumë e natyrshme që i vjen secilit në mënyrën e vet, ku e ndjej që po gaboj dhe nuk po e bëj detyrën time si mami mirë, ndaloj pak të vrapin tim në punë dhe përpiqem të përkushtohem pak më shumë, ku e ndjej që dua të jem në punë, jam në punë, pra i besoj pak instinktin tim si grua, si mama, patjetër edhe si drejtuese e një kompanie e cila po prapë shumë kërkuese në orët e punës edhe në përkushtimin tim. Çfarë sfidash kanë prindrit sot në përgjithësi? Jemi përballë një fakti që fëmijët të rinjt po ikin, po largohen nga Shqipëria. Shumica prej nesh, edhe unë jam nën vet, mbas disa vitesh, kam frikë se edhe djali im do kërkojë që të ikë. Ti e ke këtë frikë?
Sfidat e prindërve sot janë të shumta, ndërkohë që ti po më bëje pyetjen, më kujtua filmi viral Adolescence që u bë viral në të gjithë botën praktikisht, dhe që më na bëri të gjithëve që të mendoheshim fort për sfidat psikologjike me të cilat përballen fëmijët tanë, dhe fakti që ne a jemi mjaftueshëm aty për t'i kuptuar, për të kuptuar gjuhën e tyre, për të kuptuar nevojat e tyre, a i përgjigjemi mjaftueshëm dhe ashtu siç ata e kanë nevojën për ta patur. Unë këtë shikoj tani si sfidë si një nënë e një para adoleshenti, i cilin është shumë e vështirë her pas here ta deshifrosh edhe të arrish të kuptosh se si të mund t'i përgjigjesh. Ndërsa përsa i përket pjesës që ai do largohet për të studiuar jashtë etj, po, e kam dhe unë këtë frikë, si të gjithë ne, por mendoj që prindrit në Shqipëri duhet janë më pak egoist dhe më shumë të orientohemi tek nevojat edhe dëshirat e fëmijëve. Unë shpresoj dhe realisht e shpresoj këtë, kush më njeh e di se sa shumë e dua këtë vend dhe sa herë na është dhënë mundësia që të jetojmë dhe të ikim jashtë dhe unë me insistimin tim nuk e kam bërë, sepse kam dashur i përkas këtij vendi dhe e besoj këtë qenien time këtu. Por unë shpresoj që Shqipëria të bëhet një vend atraktiv, mjaftueshëm dhe t'japi mundësi për fëmijët tanë kur ata të kenë nevojë që të zgjedhin për një shkollë edhe për të jetuar, për të punuar këtu, që të mos e kenë si një alternativë joshse largimin. Ashtu sikurse besoj edhe tek eksperiencat diverse që duhet të kenë të rinjt, fakti që duhet eksplorojnë sa muaj pa mamin, pa babin, ndoshta edhe vite për të kuptuar më shumë për veten, për ta vënë veten përpara përgjegjësisë dhe për t'u bërë nesër antarë të shoqërisë që kontribuojnë më shumë, që kanë më shumë vlera dhe që i transmetojnë këto vlerat. Pra, nuk duhet të na mposhti frika e largimit të fëmijës, por patjetër e ardhmja e mirë e tij, sepse fëmijët janë bërë për ta jetuar jetën e tyre si të jetë më mirë, dhe prindi duhet të di të jetë një spektator që duart troket gjithmonë dhe mbështet gjithmonë në cilin do dimension dhe hap të jetës qoftë fëmia i tij. Nida, unë të falenderoj shumë për mesazhet të vëra që na dhe në këtë podcast. Faleminderit.